E kena meritu të jemi kampioni i kësaj kupe. Kena punu për këtë ditë që më bo klubi më i mirë dhe besoj e meritojna. Shënjestër.net Pothuajse është një klasike e futsallit kosovare kur ndeshën Prishtina me FC Liçenin, por ekipa jone u po që është më mirë organizuar në çdo aspekt të lojës. E kena meritu të jemi kampioni i kësaj kupe. Gjithmonë fitoret janë motiv shtesë dhe të motivojnë për me vazhdu tutje. Besoj që edhe kësaj radhe do dalim me fitues në fund edhe në kampionat. Po për neve do më thonë shumë, sepse kjo trofeju Kupa e Kosovës ka rëndësi të madhe veçanërisht sepse është ekstra për nga federata dhe është kënaqësi më shpërblim në fund, sepse kena punu për këtë ditë që më bo klubi më i mirë dhe besoj e meritojna. Një sezon jashtëzakonisht i vështirë këtë vit dhe mundi dhe shpërblimi lojtarëve erdhi për këtë finale të kupës. Mendoj që jemi, si që dim, 4 herë rresht në këto vitet e fundit dhe besoj që skuadra ka bërë një rutinë fitimin e kupës, gjë që është diçka shumë e mirë për mua, për ekipën dhe jena krenar për këtë gjend. Normalisht është një motivim shtesë për lojtarët për motivin që e kanë, po besoj që edhe në play-off do jemi shumë konkurrues, normalisht pritshmëritë janë që shpallin kampion këtë vit, për vitin e 4 me radhë. Shënjestër.net